Dy konkurrentët e përfuten, Marsiela dhe Kristi, kanë bërë një rrëfim befasues për publikun, duke zbuluar se ata kanë qenë në një lidhje para 7 vitesh. Gjatë emisionit, ata pranuan se historia e tyre romantike ka përfunduar shumë kohë më parë, por ende mbetet një kapitull i rëndësishëm në jetën e tyre. Bëni subscribe kanalin Showbiz Albania për më të rejat rreth showbizit vendor. Marsiela ndau emocionet e saj duke e quajtur Kristin dashurinë e saj të parë. Ajo tregoi se ishte shumë e lidhur me të dhe se ai kishte pasur një ndikim të thellë në jetën e saj. Ke një shpirt me kaq shumë ngjyra të cilën njerëzit nuk e njohin, është shprehur Marsiela, duke falendëruar Kristin për çdo gjë që kishte bërë për të. Rrëfimi i dyshës vjen në një moment të rëndësishëm për emisionin, i cili vazhdon të jetë në qendër të vëmendjes për ngjarjet e tij të paparashikueshme. Kjo histori e kaluar përbën një shtesë të rëndësishme për dinamikën e konkurrentëve në përputhje dhe ngjall interesin e publikut për zhvillimet e mëtejshme.